Elmirë. Si e ka? Me smiri, që posa. Kartën tonë, kush e ka marrë? Besmiri. Besmiri, pse nuk ta kthen kartën Besmiri? Zy janë punë ati, ju e kërë, që e besim në khëmë, nuk e hanë lekë të dhe, kërë që hanë lekë të dhe, nuk e hanë lekë po. A duhet kartë aty? Më duhet nesër që i smenë. Pse duhet nesër? Më duhet votë ka nga... Me votu. Sa kohë ka që ta ka marrë kartën? Jo. Ma i rrëthi. Sa je që? 78. Pensionin, a ke marrë? Ja. A dëmë me votu nesër? Po do nesër, për zoten, unë du të një vyjë se s'bën mërej. S'ko ka mëj, unë atë ja du. Kazat i du, në shpi. Kush e ka marrë kartën? Kë besa ma i ka marrë? Ku punon ai? Një, do në lek. Çfarë lekë? Lek të pensionit. Ta sa kohë ja ka marrë kartën? Po të ko... Të se jau, ka sa mund. Se kazat janë marrë ma tepër. Pra, aja ka marrë kartën dhe nuk janë kthen. Nuk i kthen, është gjallë nuk i kthen. A keni shku me me këtu kartën? Ka shku liku. I kom hën likut, ta ma shtuhat. Ja, du me ja tu Luis Levanti, ka me e përnë të shpia. Edhe, që i ka thane për karta? I ka hën du me ja tu asaj. Mine për mu i ka hën kartat, jo, sa, ja që ja tjesi që e vele. As ka për lek, as ka për karta. Pra, ju s'keni kartë? Ja, në shpi, ja. Ati i ko, a i veti ka ma. Ka lova kisë më ka bon kështo. Një rast flagrant ka ardhur nga fshati i Barbullushit, ku një denoncues është ankuar pranë Partisë Demokratike sepse një punonjës poste i cili shpërndan pensionet në Barbullush, zoti Besmir Leti, ju ka marrë kartën e identitetit dhe nuk e rikthen. Qytetarët pa kartë identitetit nuk mund të votojnë. Ndaj i bëj thirrje organeve kompetente, policisë shtetit që të marrin masa ndaj këtyre personave sepse përkryen krime zgjedhore. Pra,